së pari që duke thënë këtë që edhe Partia Demokratike që në vitin 2020 në kuadër të asaj marrëveshjes politike e kishin vendosur, po të 5 qershorit që të fillonte procesi i gradualisht i depolitizimit, departizimit të administratës zgjedhore. Dhe së fundi, duket që tashmë të gjithë e kanë pranuar që ka ardhur momenti që kjo mënyrë organizimit dhe të funksionimit të komisioneve të niveleve 2 dhe 3 tërësishme përbërje partijake nuk mund të funksionojë. Majoranca ka si ide me të paktën nga çfarë është artikuluar edhe nga drejtuesit e majorancës, mendon që do të ishte zgjidhje më mirë që të ishin në punës të shërbimit civil, gjë që në gjykimin dhe vlerësimin tim nuk mendoj që do të funksionojë. Pse? Ne akoma nuk kemi në stadin ku partitë politike dhe veçanërisht opozita të jetë përjashtuar tërësisht nga administrimi i procesit. Pra e thonë e formula hibride që thotë Lami mund të jetë zgjidhja? Ajo në gjykimin dhe vlerësimin tim si për shembull që do të ishte zgjidhja më e mirë. Si për shembull komisionet e votimit të jenë të departizuara, por ato të numërimit Jo, një lloj gjithë struktura e administratës e nivelit të 2 dhe të 3 ketë një kompozim pak a shumë të tillë ku shumica e antarësisë tjetë përzgjedhur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, nga një pool i caktuar avokat, mësues, cilat janë kategoritë, përse këtu te kategoritë po atë, domethënë avokat, jurist të cilët nuk janë të angazhuar me administratën publike, mësues, shoqëri civile, banker të nivelit pra shërbimin po bankë. Përgjithsisht njerëz që nuk janë në perollin e aty ku s'ka borderor. Qeverisë. Dhe ndërkohë partitë kanë dhe ato të paktën nga 1, 2, 3, 4 apo 5 partitë kryesore. Për sa veta flasim, sepse janë 5.000 kuti? 5 deri në 7 veta, maksimumi në rastin 5 deri në 7. Në një qendër votimi. Her 5.000? Her 5.000, 35.000. Me fjalë nuk janë... Po, dhe sot janë 28.000, janë goxha, parafërsisht. Nuk është janë pak dhe sot. Nuk është se s'ka njerëz përgjedhur. Nuk është se ka një numër. Formula që është zgjedhur që t'jenë nga partitë politike. Plus partitë politike marrin i ndryshojnë sekond fundit. Janë pa trajnuar. Edhe shumë nga këta të cilët vinë nëpërmjet zyrave të partisë, kur kryejmë sesionet e trajnimit me ta, edhe pse vinë nga zyrat e partisë, një pjesë e madhe e tyre thonë që shiko, nëse ne do të jemi të KQZ-s, është më mirë, ndjen veten edhe ne më mirë. Se është më i mbrojtur nga të vetë. Po do, se duket Skënderisht duke hedhur atë dyshimin që është pak e vështirë për t'i gjetur njerëz. Jo, ka njerëz të cilët edhe duan të merren me zgjedhjen në fakt, duket e çuditshme, por kanë një lloj interesi për të angazhuar. Një masë e madhe gjithsesi, njerëzish, është një masë e madhe që të mund të shmangësh para gjykimet, që të mos dalin pastaj të thonë jo, kjo pjesë është patronazhist, kjo kështu, kjo ashtu. Vetëm ka një gjë, këtu duhet ta pyesja Celibashi, para se shkojmë publicitet, pra se që përmendet në raportin, përmendet edhe monitorial, fakti që kësaj radhe edhe vonesa e daljes së rezultateve nuk lidhej për shkak të se KQZ-ja nuk i kishte marrë masat. Në fund fare ishin këta komisioner në 99% rasteve nën presionin e shefave të tyre politik, po të dyja krave, të gjitha krave. Më kanë dorë mekanizmin ata. Pra le të themi në këtë moment që këta komisioner në shumicë do ishin njerëz të përzgjedhur e trajnuar nga KQZ-ja, sigurisht rezultati i zgjedhjeve do të dilë shumë më herët. Absolutisht. Sepse tash jam i bindur 100%. Ta mbaroj, pastaj deri. Po. Për këtë jam i bindur 100%. Jam i bindur që do të funksionojë shumë më mirë ky sistem. Pra, një sistem miks ku partitë ta kenë një njeriu e tyre aty, me sy dhe me vesh në komision. Edhe me drejt vote, pra po qoftë edhe me të drejt vote. Por ama që nga dita 1 kur do duhet filloj procesi përgatitor në komisionin e qendrës votimit apo edhe në KZAZ, tjetë një person i cili ka vajtur aty nga KQZ dhe nuk gjendet në frikën që do ta heqin 2 ditë pas. Ndërkohë, do të ketë edhe një mekanizëm që t'i vendosi ata në pozitë në raport me ligjin. Pra, ai duke qenë atje,
te interesit politik që mund të ketë, apo simpatisë politike, do ketë frikë nga ligji. Do të paguhet më mirë, por ama do të ketë reperkusione.